Këtu është horoskopi i premte 28 nëntor 2025 për ju. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Ne duhet të organizohemi në mënyrën më të mirë të mundshme, përndryshe rrezikojmë të bëjmë pak me keq. Dikush gati se duhet të fillojë nga e para në disa aspekte të jetës. Demi. Lodhja dhe problemet që lidhen me gjendjen e trupit. Në 3 ditët e ardhshme, ka të ngjarë të përballeni me njerëz që janë kundër jush. Binjaket. Ditë e këndshme, ndjeheni të kënaqur nga mundësitë që keni për të kënaqur ambicien tuaj. Ata që kanë lënë së fundmi partnerin e tyre kanë gjetur tashmë një zëvendësues ose ndihen të lirë nga tensionet e kaluara. Gaforja. Një ditë shpërblyese, sidomos për ata që merren me sport, por edhe për ata që bëjnë miq. Shëndeti në përgjithësi është në një gjendje veçanërisht optimale. Luani. Ndryshimet po vinë, por ju duhet të vendosni vullnetin tuaj të mirë në të. Periudhë pjellore për oferta të reja pune. Mos i nënvlerësoni takimet që mund të ndryshojnë jetën tuaj. Virgjeresha. Fati ju arrin papritur dhe nëse nuk mbylleni në shtëpi mund të keni rezultate të shkëlqyera edhe në dashuri. Nëse jeni të trazuar, këtë herë është agitacion pozitiv. Po shkoni drejt një periudhe sigurisht më të mirë. Peshorja. Mëngjes i kontrastuar. Është një periudhë konflikti sepse situata të caktuara në dashuri mund të vihen në krizë, gjithnjë më intolerante. Akrepi. Kjo ditë duhet të menaxhohet me kujdes, fillon në këmbë të gabuar dhe mund të sulmoni ata që nuk ju kuptojnë. Ndonjëherë nuk ndiheni të kuptuar. Shigjetari. Ndonjëherë ju doni të filloni nga e para. Histori dashurie më konfliktuale, vëmendje ndaj disa kontrasteve me të afërmit për arsye parash. Fle pak. Bricjapi. Ju mund të reagoni me vendosmëri ndaj vështirësive të mëdha, ka të ngjarë që ju duhet të ndryshoni role, referenca, gjithçka lëviz dhe nuk është e lehtë të gjesh rrugën e duhur, sot është më mirë. Ujori. Një fotografi e ndritshme e ditës që duket se është bërë qëllimisht për t'ju bërë fitues. Kjo është një kohë e shkëlqyeshme për të parë përreth dhe për të investuar në marrëdhënie të reja që mund t'ju japin diçka shtesë. Peshqit. Është e mundur që deri në këtë pasdite të keni mundësi të sqaroni një çështje që ka mbetur në pritje për ca kohë. Ju jeni shumë sensual dhe rikuperoni një energji të shkëlqyeshme, duke fituar intuita. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.